Pra ne kemi ligje europiane, por kemi një institucione dhe zbatueshmëri të nivelit ballkanik, të themi, nuk janë në sinkron me njëra tjetrën. Dhe nga ana e një këndvështrimi të investitorit, përveç se kërkon një legjislacion të zbatueshëm, jo thjesht të mirë, por të zbatueshëm, kërkon një nivel korrupsioni sa më të ulët mundësisht dhe një nivel administrate e cila të ditë i përqasje dhe jo të jetë e tillë që me pengesa t'i quajmë burokratike apo kapjet të ndryshme, të jetë e tillë që të bëhet pengesë, dhe nga ana tjetër një ekonomi që të mos ketë zgjerim të rolit të shtetit. Pra, shteti e ka zgjeruar rolin e tij dhe është bërë konkurrues dhe hyn pikërisht çdo sektor ka një kompani publike. Në atë sektor që mundet të vinë investitorë që e kanë treguar vetvete që mund ta bëjnë më mirë. Pjesa tjetër është që ekonomia jon ka shenja të dukshme të klientelizmit dhe të gjitha këto në vetvete, duke ardhur në formën e raporteve që bën secili shtet apo secili institucion apo qoftë dhe analistë vendas për ekonominë dhe financat, natyrisht e bën një investitor të jetë i tërhequr